Me sirtarin e vogël të tavolinës së natës, policia gjeti një zarf të verdhur me shkronjën e tij të njohur. Letra ishte shkruar 3 ditë para se trupi i tij të gjendet në atë shtëpi të ftohtë në Beograd, por askush nuk e lexoi atë menjëherë. Kur më në fund e hapën, fjalët e shkruara me dorë të dridhur tregonin një histori krejt ndryshe nga ajo që botës ju tha. Ai përmendi emra, data, takime sekrete që askush nuk i dinte. Letra fliste për një marrëveshje që e shkatërroi, për një premtim të thyer që e la pa asgjë, për një tradhtim që erdhi nga njeriu që ai e besonte më shumë se veten. Por kjo letër u fsheh për 30 vjet. Pse? Kush kishte interes që e vërteta të mos dilte kurrë në dritë? Çfarë fshehnin ata që qëndruan pranë tij deri në fund? Bekim Fehmiu nuk ishte thjesht një aktor, ai ishte simboli një kombi që kërkonte të dëshmonte vlerën e tij para botës. Kur në vitin 1968, ai u bë aktori i parë nga lindja që luajti në një superprovim hollywoodian, çdo shqiptar, çdo jugoslav, çdo njeri që fliste gjuhën tonë, ndjeu se diçka e madhe po ndodhte. Ai ishte Odiseu në filmin epik të regjisores italiane dhe fytyra e tij u shfaq në ekranet e gjithë botës. Por ajo që bota nuk e pa ishte çmimi që ai pagoi për atë lavdi. Pas kamerave, pas skenave të shkëlqyera, pas buzëqeshjes së tij karizmatike, fshihe një njeri që po shkatërrohej nga brenda. Një njeri që po bëhej rob i një sistemi që e përdori, e shfrytëzoi dhe më pas e hodhi si një lodhër të vjetër. Në fillim të karrierës së tij, Bekim Fehmiu ishte djalloshi i talentuar nga Saranda që ndëronte të bëhej diçka më shumë se thjesht një fytyrë e bukur në skenë. Ai studioi në Akademinë e Arteve Dramatike në Beograd, dhe që nga vitet e para, profesorët e tij e kuptuan se ky djalë kishte diçka të veçantë. Nuk ishte vetëm talenti, ishte intensiteti, ishte zjarri që dite brenda tij. Ai nuk luante role, ai jetonte ato. Kur hynte në skenë, publiku harronte se po shikonte një shfaqje. Ata shikonin një njeri që po vuante, po dashuronte, po luftonte me të vërtetë. Dhe kjo e bëri atë të paharrueshëm. Por edhe kjo e bëri atë të rrezikshëm për ata që donin ta kontrollonin. Në vitet e hershme të karrierës së tij, Bekim punoi në Teatrin Popullor të Beogradit dhe emri i tij filloi të përhapej shpejt. Ai luajti në drama klasike, në vepra moderne, në çdo gjë që i jepej. Por ai nuk ishte i kënaqur, ai donte më shumë. Ai donte që bota ta shihte, jo vetëm Beogradi, jo vetëm Jugoslavia. Dhe kjo dëshirë e tij, kjo uri për njohje ndërkombëtare, ishte ajo që e bëri vulnerabël. Sepse ka njerëz që presin pikërisht këtë lloj urie, njerëz që e dinë se një artist i uritur për famë është një artist që mund të manipulohet, që mund të kontrollohet, që mund të shfrytëzohet. Në vitin 1967, Bekim u thirr në një takim të fshehtë në një hotel luksoz në Beograd. Ai nuk e dinte se kush e kishte thirrur, por mezazhi ishte i qartë. Kjo është shansi jote për të shkuar në Hollywood. Kur ai hyri në dhomën e hotelit, atu e priste një burr me kostum të shtrenjtë, me sy të ftohtë dhe buzëqeshje që nuk arrinte deri te zemra. Burri u prezantua si producent ndërkombëtar, por Bekim nuk pyeti shumë. Ai dëgjoi premtimet, dëgjoi planet, dëgjoi vizionin për një karrierë që do ta çonte në majat më të larta të Hollywoodit. Dhe ai besoi, sepse ai donte të besonte, sepse ai kishte ndëruar për këtë moment gjithë jetën e tij. Por ajo që Bekim nuk e dinte ishte se ai burr nuk ishte thjesht një producent. Ai ishte një njeri që kishte lidhje me struktura të fuqishme, me njerëz që kontrollonin industrinë e filmit jo vetëm me para, por me frikë, me shantazh, me metoda që askush nuk fliste hapur për to. Dhe kontrata që Bekim nënshkroi atë ditë nuk ishte thjesht një marrëveshje profesionale. Ishte një zinxhir që do ta mbante të lidhur për vite që do të vinin. Ishte një dokument që i jepte atij burri dhe njerëzve të tij kontrollin e plot mbi karrierën e Bekimit, mbi paratë e tij, mbi jetën e tij. Por Bekim nuk e lexoi me kujdes. Ai ishte i verbuar nga ëndra, dhe kjo ishte gabimi i tij i parë. Kur Bekim u zgjodh për rolin e Odiseut, bota e filmit mbeti e habitur. Si ishte e mundur që një aktor nga Jugoslavia, një vend që askush në Hollywood nuk e merrte seriozisht, të merrte një rol kaq të madh? Por ata që e dinin të vërtetën e kuptuan se kjo nuk ishte thjesht talent, kjo ishte një lloj e planifikuar me kujdes. Bekim ishte zgjedhur jo vetëm sepse ishte i talentuar, por sepse ai ishte i kontrollueshëm, sepse ai kishte nënshkruar atë kontratë, sepse ai tani i përkiste atyre. Rrërimet e filmit Odiseja filluan në vitin 1967 dhe për Bekimin ato ishin muajt më të lumtur dhe më të tmerrshëm të jetës së tij. Nga njëra anë, ai po jetonte ëndrrën e tij. Ai po punonte me regjisor të mëdhenj, me aktor të famshëm, me ekipe profesionale që e trajtuan me respekt. Por nga ana tjetër, ai po kuptonte se diçka nuk ishte në rregull.
Çdo vendin që ai donte të merrte, çdo intervistë që ai donte të jepte, çdo lëvizje që ai donte të bënte, duhej të kalonte nëpër atë burr me kostum të shtrenjtë. Dhe shpesh përgjigjja ishte jo. Bekim filloi të ndjente se ai nuk ishte më një artist i lirë. Ai ishte një kukull dhe dikush tjetër po tërhiqte fijat. Por publiku nuk e dinte asgjë për këtë. Publiku shihte vetëm Bekimin e shkëlqyer, Bekimin e bukur, Bekimin që po pushtonte botën. Kur filmi u shfaq në vitin 1968, reagjimet ishin të përzjera. Disa kritike lavdëruan, të tjere kritikuan. Por askush nuk mund të mohonte se Bekim Fehmiu kishte bërë diçka historike. Ai kishte qellur një derë që askush para tij nuk e kishte qellur. Dhe për një moment, ai ishte heroi një kombi të tërë. Por pas suksesit erdhi heshtja, pas lavdis erdhi izolimi, pas ëndrrës erdhi realiteti i jashtër. Sepse Hollywood nuk e pranoi Bekimin ashtu siç ai shpresonte. Ai nuk u bë Ili që ai mendonte se do të bëhej. Ai u bë një kurreshtje, një eksperiment, një emër që njerëzit e përmendnin, por nuk e merrnin seriozisht. Dhe kjo e theu atë, sepse ai kishte sakrifikuar gjithçka për atë ëndër. Ai kishte lënë pas familjen, kishte lënë pas miqt, kishte lënë pas atë dheun. Dhe tani ai ishte vetëm, në një qytet që nuk e donte, në një industri që e përdori dhe pastaj e harroi. Në vitet që pasuan, Bekim u përpoq të vazhdonte karrierën në Hollywood, por ofertat që ai merrte ishin gjithnjë më të vogla, rolet gjithnjë më të parëndësishme. Ai luajti në disa filma të tjerë, por asnjë prej tyre nuk i dha atij lavdin që ai kërkonte. Dhe çdo herë që ai përpiqej të fliste, çdo herë që ai përpiqej të kërkonte më shumë, ai burri me kostum të shtrenjtë i kujtonte për kontratën. Ai kujtonte se ai nuk ishte i lirë. Ai kujtonte se ai kishte detyrime. Dhe Bekim heshte, sepse ai kishte frikë. Frikë se çfarë do të ndodhte nëse ai fliste, frikë se çfarë do të ndodhte nëse ai refuzonte. Por ka një moment kur frika nuk mjafton më për të mbajtur një njerëz të heshtur. Ka një moment kur dhimbja bëhet aq e madhe sa që edhe pasojat nuk kanë më rëndësi. Dhe për Bekimin, ai moment po afroi. Sepse ai po kuptonte se ai kishte humbur jo vetëm karrierën, por edhe veten. Ai kishte humbur atë djalloshin nga Saranda që ndëronte të ndryshonte botën. Ai kishte humbur atë artistin që besonte se arti mund të ishte i lirë, i pastër, i vërtet. Ai kishte humbur gjithçka që e bënte atë Bekim Fehmiu. Dhe ndërsa ai u lej në atë dhomë të vogël në Beograd, me një letër në dorë dhe lot në sy, ai dinte se kishte ardhur koha të fliste. Kishte ardhur koha që i vërteta të dilte në dritë. Por a do ta dëgjonin? A do ta besonin? Apo do ta fshehnin edhe atë ashtu siç kishim fshehur gjithçka tjetër? Kur Bekim u kthye në Jugosllavi në fillim të viteve 70, ai nuk ishte më i njëjti njeri që kishte ikur. Fytyra e tij ishte e njëjtë, por sytë e tij kishin humbur atë shkëlqim që dikur i bënte njerëzit të ndaleshin dhe të shikonin. Ai u prit si hero, por ai nuk ndjehej si hero. Ai ndjehej si një ushtar që kishte humbur betejën dhe tani po kthehej në shtëpi për të vdekur në heshtje. Por bota nuk e dinte këtë. Bota shihte vetëm emrin e tij në gazeta, shihte fotografitë e tij me yje të mëdhenj të Hollywoodit, shihte lavdinë e jashtme. Askush nuk shihte shpirtin e tyr që fshihej pas asaj fasade. Në Beograd, Bekim u përpoq të rifillonte karrierën në teatr dhe në filmin jugoslav. Ai luajti në disa produkte të mëdha dhe publiku e donte ende. Por ai nuk ishte më i lirë. Kontrata që ai kishte nënshkruar në Hollywood e ndishte edhe këtu. Ai, burri me kostum të shtrenjtë, kishte njerëzit e tij edhe në Jugosllavi, dhe ata e mbikëqyrnin çdo lëvizje të Bekimit. Çdo projekt që ai merrte, një pjesë e parave shkonte tek ata. Çdo intervistë që ai jepte, duhej të miratohej nga ata. Bekim ishte bërë një rob në vendin e tij, në qytetin që dikur e kishte dashur. Por kishte diçka edhe më të keqe se kontrolli financiar. Kishte diçka që po e hante nga brenda. Bekim kishte filluar të pinte, jo shumë në fillim, vetëm një gotë verë në darkë, vetëm një konjak pas shfaqjes, por me kalimin e kohës, një gotë u bë 2, 2 u bën 4, dhe së shpejti ai nuk mund të kalonte një ditë pa alkool. Ai e dinte se kjo po e shkatronte, por ai nuk mund të ndalonte, sepse kur ai pinte, ai haronte. Ai haronte kontratën, haronte tradhtin, haronte ëndrrën e tyr, dhe për disa orë ai mund të ishte përsëri ai vetë. Miqtë e tij u përpoqën ta ndihmonin. Ata i follën, e këshilluan, e lutën të ndalonte. Por Bekim buzëqeshte dhe thoshte se gjithçka ishte në rregull. Ai thoshte se ai thjesht o kallonte një periudhë të vështirë, se ai do të rimkëmbej, se ai do të ishte përsëri i fortë i Bekim që ata e njihnin. Por në sytë e tij miqt shihnin të vërtetën. Ata shihnin një njeri që po fundosej dhe që nuk donte të shpëtohej, sepse shpëtimi do të thoshte të përballej me të vërtetën, dhe e vërteta ishte shumë e dhimbshme. Në vitin 1975, Bekim u martua me një grua të bukur në Beogradi.
Ajo quhej Branka, dhe ajo ishte një nga gratë më elegante që ai kishte takuar ndonjëherë. Ajo e donte atë, ose të paktën kështu dukej. Ajo e kujdesej për të, e mbështeste, qëndronte pranë tij edhe kur ai ishte në momentet e tij më të errta. Por kishte diçka në atë martesë që nuk ishte e drejtë. Kishte diçka që njerëzit e afërt të Bekimit e ndjenin, por nuk mund ta shpjegonin. Branka ishte shumë e përsosur, shumë e kontrolluar, shumë e kujdesshme me çdo fjalë që thoshte. Dhe kur Bekim fliste për të kaluarën e tij, për Hollywood, për kontratën, ajo e ndërronte temen, ajo e shmangej, ajo e heshte. Vite më vonë, një nga miqtë e ngushtë të Bekimit do të tregonte se ai kishte dyshime për Brankën që nga fillimi. Ai thoshte se ajo dukej sikur po luante një rol, sikur po përmbushte një detyrë. Dhe kur Bekim filloi të fliste për të shkruar një libër, për të treguar të vërtetën për atë që i kishte ndodhur në Hollywood, Branka u bë e shqetësuar. Ajo i tha se kjo nuk ishte ide e mirë, se kjo do të dëmtonte karrierën e tij, se kjo do të sillte probleme. Dhe Bekim i lodhur dhe i tyer e dëgjoi. Ai nuk shkroi librin, ai heshti përsëri. Por heshtja ka një çmim, dhe çmimi që Bekim po pagonte ishte shëndeti i tij menzor. Ai filloi të vuante nga depresioni, nga ankthi, nga momente kur ai nuk mund të dilte nga shtëpia. Ai filloi të shihte mjek, të merrte ilaçe, por asgjë nuk ndihmonte, sepse problemi i tij nuk ishte mjekësor. Problemi i tij ishte shpirtëror. Ai kishte humbur kuptimin e jetës së tij. Ai kishte humbur besimin se jeta kishte vlerë. Dhe kur një artist humbet këtë besim, ai humbet gjithçka. Në vitet e fundit të viteve 70, Bekim filloi të tërhiqet nga jeta publike. Ai refuzoi role, refuzoi intervista, refuzoi të shfaqej në ngjarje. Njerëzit mendonin se ai thjesht donte privatësi, por e vërteta ishte se ai nuk kishte më forcë. Ai nuk kishte më energji për të luajtur rolin e Bekim Fehmiu, aktorit të madh, ilit të Hollywoodit. Ai donte vetëm të ishte vetëm, të ishte i qetë, të ishte i harruar. Por bota nuk e harroi, bota vazhdoi ta pyeste për të. Gazetarët vazhduan ta kërkonin, fansat vazhduan ta donin, dhe kjo e bëri dhimbjen edhe më të madhe. Sepse ai e dinte se njerëzit që e donin nuk e njihnin atë vërtet. Ata donin imazhin, donin legjendën, donin ëndrrën. Por askush nuk donte njeriun e vërtet, njeriun e thyer, njeriun që po vdiste nga brenda. Në vitin 1980, Jugoslavia filloi të shkatërrohej. Tensionet etnike, kriza ekonomike, kaosi politik, gjithçka po shpërbëhej. Dhe për Bekimin, kjo ishte një metafore e jetës së tij. Ai po shihte vendin që ai e donte duke u shkatërruar, ashtu siç ai vetë ishte shkatërruar. Ai po shihte ëndrrën e Jugoslavis duke u thyer, ashtu siç ëndra e tij ishte thyer. Dhe ai ndjeu se ai dhe vendi i tij po vdisnin së bashku. Por edhe në atë errësirë kishte një shkëndij shprese. Kishte një moment kur Bekim vendosi se ai nuk do të vdiste në heshtje. Ai vendosi se ai do të fliste, do të shkruante, do të tregonte të vërtetën. Ai filloi të mbante shënime, të shkruante letra, të regjistronte kujtimet e tij. Ai donte që bota të dinte se çfarë kishte ndodhur, se si ai ishte përdorur, se si ai ishte tradhtuar. Ai donte që emrat të dilnin në dritë, që faqet të zbuloheshin, që drejtësia të bëhej. Por ka forca që nuk duan që e vërteta të dalë. Ka njerëz që kanë shumë për të humbur nëse sekretet zbulohen. Dhe ata njerëz janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për të mbajtur heshtjen, gjithçka. Një mbrëmje të ftohtë të janarit në vitin 1990, Bekim ishte ullur në studion e tij të vogël duke shkruar. Ai kishte punuar gjithë ditën dhe faqet ishin të mbushura me fjalë, me emra, me data. Ai ishte i lodhur, por ai ndjente një lloj lehtësimi. Ai po e lironte veten, ai po e thoshte të vërtetën. Por papritur dera u hap, Branka hyri dhe fytyra e saj ishte e bardhë. Ajo i tha se kishte një vizitor. Bekim pyeti kush ishte, por ajo nuk ju përgjigj. Ajo thjesht u largua dhe në vend të saj hyri një burr që Bekim nuk e kishte parë prej vitesh. Ishte ai burri me kostum të shtrenjtë, ai burri që e kishte kontrolluar gjithë jetën e tij. Por tani ai nuk buzëqeshte, ai ishte i ftohtë, i ashpër, i rrezikshëm. Ai i tha Bekimit se ai kishte dëgjuar për shënimet, për letrat, për planet për të shkruar një libër. Ai i tha se kjo nuk ishte e pranueshme. Ai i tha se kontrata ende ishte në fuqi, se Bekim ende kishte detyrime, se ai nuk kishte të drejtë të fliste. Dhe pastaj ai i tha diçka që e ngriti Bekimin. Ai i tha se nëse ai vazhdonte, pasojat nuk do të ishin vetëm për të. Pasojat do të ishin edhe për familjen e tij, për miqtë e tij, për të gjithë ata që ai donte. Bekim e shikoi atë burr dhe për herë të parë në jetën e tij ai nuk ndjeu frikë. Ai ndjeu zemrim, ai ndjeu urrejtje, ai ndjeu një forcë që ai nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Dhe ai i tha atij burri se ai nuk do të heshte më.
Ai tha se ai do të fliste pavarësisht pasojave. Ai tha se ai preferonte të vdiste i lirë se sa të jetonte si rob. Buria e shikoi për një moment dhe pastaj u largua pa thënë asnjë fjalë. Por në sytë e tij, Bekim pa diçka që e bëri atë të dridhej. Ai pa një premtim se kjo nuk ishte mbaruar, një premtim se do të kishte pasoja. Dhe 3 ditë më vonë, Bekim Fehmiu u gjeti vdekur në shtëpinë e tij. Versioni zyrtar tha se ai kishte vendosur të largohej vetë nga jeta, por ata që e njihnin, ata që e donin, ata që e kuptonin, e dinin se kishte diçka më shumë. Ata e dinin se kishte një histori që nuk po tregohej. Ata e dinin se kishte një letër që po fshihej. Dhe tani, 30 vjet më vonë, ajo letër po del në dritë. Dhe e vërteta që ajo përmban do të trondit gjithçka që ne menduam se dinim për Bekim Fehmiu. Sepse kjo nuk është thjesht historia e një aktori që dështoi. Kjo është historia e një njeriu që u shkatërrua nga një sistem që nuk e donte të lirë. Kjo është historia e një tradhtie që shkoi deri në majat më të larta të pushtetit. Kjo është historia e një vrasje që u maskua si tragjedi personale. Por kush e vrau Bekim Fehmiu? Kush kishte interes që ai të heshte përgjithmonë? Ve çfarë fshehin ata që ende janë gjallë ve që ende kanë pushtet? Në arkivat e Ministrisë së Kulturës në Beograd, të fshehura në një dosie me vull konfidenciale, gjenden dokumente që askush nuk duhej t'i shihte kurrë. Janë fatura bankare nga vitet 1970 të nënshkruara me emrin e Bekim Fehmiu, por shuma që shfaqen aty nuk shkojnë në llogarinë e tij. Ato transferohen në një kompani fantazm me Selinë Ciri, një kompani që në letër merret me Undercore, QUOTE, Undercore 3, Undercore, por në realitet është vetëm një mask për të fshehur rrjedhjen e parave. Çdo muaj nga të ardhurat e Bekimit zhduken mijëra marka dhe ai nuk e di. Ai mendon se po paguan taksa, po paguan menaxherin, po paguan avokatët, por në të vërtetë ai po ushqe një sistem që po e gëlltit gjallë. Kur më në fund ai zbulon këtë mashtrim në vitin 1981, ai kërkon shpjegime, por përgjigja që ai merr nuk është shpjegim, është kërcënim. Ati i thuhet se nëse ai flet, dokumentet që do të dalin do ta shkatërrojnë jo vetëm atë, por edhe familjen e tij. Ati i thuhet se ka kontrata të tjera, kontrata që ai nuk i kujton se ka nënshkruar, kontrata që e bëjnë atë përgjegjës për borxh që ai nuk i ka bërë kurrë. Si është e mundur që një aktor i famshëm, një njeri që ka luajtur me hijet më të mëdhenj të botës, të jetë kaq i pafuqishëm përballë një cope letre? Bekim nuk ishte naiv. Ai e kuptonte se bota e artit nuk ishte e pastër, se pas skenave luheshin lojra të pista, por ai nuk e kishte imagjinuar kurrë se ai vetë do të bëjë pjesë e një skeme kaq të ndërlikuar. Kur ai u ull me avokatin e tij në vitin 1982 dhe kërkoi të shihte të gjitha kontratat që ai kishte nënshkruar, avokati e shikoi me një shprehje të çuditshme. Ishte një përzierje e mëshirës dhe frikës. Ai nxori një tuf dokumentesh dhe kur Bekim filloi t'i lexonte, ai nuk mund ta besonte atë që po shihte. Kishte kontrata për filma që ai nuk kishte luajtur kurrë. Kishte marrëveshje për të drejta autoriale që ai nuk i kishte dhënë kurrë. Kishte garanci për hua bankare që ai nuk i kishte marrë kurrë. Dhe në fund të çdo dokumenti kishte nënshkrimin e tij, por ai nuk e kujtonte se kishte nënshkruar asnjë prej tyre. Avokati i shpjegoi se këto dokumente ishin nënshkruar gjatë periudhave kur Bekim ishte në gjendje të dehur ose kur ai ishte në presion të madh. Ai shpjegoi se njerëzit që e kontrollonin e kishin përdorur dobësinë e tij, e kishin shfrytëzuar varësinë e tij nga alkooli, e kishin manipuluar në momente kur ai nuk ishte në gjendje të mendonte qartë. Dhe tani këto dokumente ishin armët që ata mbanin mbi kokën e tij. Nëse ai fliste, nëse ai kërkonte drejtësi, ata do t'i përdornin këto dokumente për ta shkatëruar plotësisht. Ata do ta akuzonin për mashtrim, për shpërdorim fondesh, për shkelje kontrate. Ata do ta kthenin atë nga viktim në fajtor. Bekim doli nga zyra e avokatit atë ditë dhe eci nëpër rrugët e Beogradit për orë të tëra. Ai nuk dinte ku po shkonte. Ai thjesht ecte. Ai kaloi pranë teatrit ku ai kishte luajtur për herë të parë, pranë kafeneve ku ai kishte pirë me miqtë e tij, pranë shtëpisë ku ai kishte jetuar kur ishte i ri dhe plot shpresë. Dhe ai ndjeu se ai po ecte nëpër varrezat e jetës së tij. Çdo vend i kujtonte diçka që ai kishte humbur, diçka që ishte vjedhur, diçka që nuk do të kthehej kurrë. Por kishte një vend ku ai nuk shkoi atë ditë. Kishte një vend që ai e shmangi prej vitesh. Ishte një vilë e vogël në periferitë e Beogradit, e fshehur pas pemëve të larta dhe mureve të trasha. Kjo vilë i përkiste një buri që pak njerëz e njihnin me emër, por që shumë e friksoheshin. Ai quhej Dragan, dhe ai ishte një nga figurat më të errta të botës së nëndeshme të Jugosllavisë. Ai nuk ishte kriminal në kuptimin klasik. Ai nuk vriste, nuk grabitje, nuk trafikonte drogë, por ai kontrollonte njerëzit që bënin të gjitha këto gjëra. Ai ishte ndërmjetësi, ishte lidhja midis botës së krimit dhe botës së pushtetit.
Dhe ai kishte një interes të veçantë për Bekim Fehmiu. Dragan i kishte takuar Bekimin për herë të parë në vitin 1970, në një darkë private që organizoi për elitën e Beogradit. Bekim ishte ftuar si mysafir nderi, si ili që po bënte krenar kombin, por Dragan e shikoi atë me sy të ndryshëm. Ai pa një njeri që ishte i famshëm por i brisht, një njeri që kishte para, por nuk dinte si t'i menaxhonte, një njeri që kishte talent, por që po e shkatronte veten me alkool dhe depresion. Ve Dragan pa një mundësi. Ai u afrua Bekimit atë mbrëmje dhe filloi një bisedë që dukej e pafajshme. Ai e pyeti për Hollywood, për filmat, për planet e ardhshme. Dhe Bekim, i dehur dhe i vetmuar, foli hapur. Ai tregoi për problemet e tij financiare, për kontratat që nuk i kuptonte, për ndjenjen se ai po kontrollohej nga forca që ai nuk i shihte. Dhe Dragan dëgjoi me vëmendje, duke buzëqeshur, duke anuar kokën, duke u treguar miqësor dhe të interesuar. Dhe në fund të mbrëmjes, ai i dha Bekimit kartën e tij dhe i tha: "Nëse ke nevojë për ndihmë, më thuaj. Unë njoh njerëz që mund të zgjidhin çdo problem." Bekim e mori kartën, por nuk e përdori menjëherë. Ai e futi në xhep dhe e harroi. Por disa muaj më vonë, kur problemet e tij u bën të padurueshme, kur ai nuk dinte më ku të kthehej, ai e gjeti atë kartë dhe telefonoi. Dhe Dragan ju përgjigj menjëherë, sikur ai kishte qenë duke pritur atë telefonat gjithkohën. Takimi i tyre i dytë ishte në atë vilë të fshehur. Bekim hyri me shpresë, duke menduar se ai kishte gjetur një mik, një aleat, dikë që do ta ndihmonte. Por ajo që ai gjeti aty ishte diçka krejt ndryshe. Dragan e priti në një dhomë të errët, të mbushur me tynë cigare dhe erë të rënd të konjaku. Kishte edhe 2 burra të tjerë aty, burra me fytyra të ashpra dhe sy të ftohtë. Ve Dragan i shpjegoi Bekimit se ai mund ta ndihmonte, por që çdo ndihmë kishte një çmim. Ai tha se ai mund të zgjidhte problemet e tij me kontratat, mund të largonte presionin nga njerëzit që po e shantazhonin, mund ta bënte jetën e tij më të lehtë. Por në këmbim, Bekim do të duhej të bënte disa gjëra për të. Gjëra të vogla, tha Dragan, gjëra që nuk do ta dëmtonin. Ai do të duhej të takonte njerëz të caktuar, të jepte intervista të caktuara, të mbështeste kauzat e caktuara. Ai do të duhej të ishte fytyra publike e një agjende që ai nuk e kuptonte plotësisht, por që Dragan e siguroi se ishte për të mirën e vendit, për të mirën e popullit. Bekim dëgjoi, dhe një pjesë e tij dinte se kjo ishte një grack. Ai dinte se nëse ai pranonte, ai do të hynte në një botë nga e cila nuk do të kishte kthim. Por pjesa tjetër e tij, pjesa e lodhur, pjesa e dëshpëruar, pjesa që thjesht donte që dhimbja të mbaronte, tha po. Dhe me atë po, Bekim Fehmiu hyri në një rrjet që ishte edhe më i errët dhe më i rrezikshëm se ai që ai kishte njohur në Hollywood. Në muajt që pasuan, Bekim filloi të shfaqej në ngjarje që ai nuk i kuptonte plotësisht. Ai u shfaq në mitingje politike, në tubime të organizatave që kishin lidhje me nacionalizmin serb, në takime me figura që më vonë do të akuzoheshin për krime lufte. Ai nuk e dinte se çfarë po ndodhte. Ai thjesht bënte atë që Dragan i thoshte, sepse Dragan e kishte bindur se kjo ishte vetmja mënyrë për të mbijetuar. Dhe për një kohë, jeta e Bekimit u bë më e lehtë. Presioni financiar u lehtësua, kërcënimet u ndallën. Ai mund të merrte frymë përsëri, por çmimi ishte i lartë, sepse tani ai nuk ishte më vetëm një aktor i kontrolluar nga kontrata. Ai ishte një mjet i një makine politike që po përgatitej për luftë. Ai ishte një fytyrë e njohur që po përdorej për të legjitimuar ideologji të rrezikshme. Dhe kur ai më në fund e kuptoi këtë, kur ai pa se ku po e qonin, ishte tashmë shumë vonë. Në vitin 1990, kur Jugoslavia filloi të shpërbëhej me dhunë, Bekim u përpoq të largohej nga Dragan. Ai tha se ai nuk donte më të ishte pjesë e kësaj, se ai nuk donte të përdorej për qëllime politike, se ai thjesht donte të ishte aktor përsëri. Por Dragan e shikoi me një buzëqeshje të ftohtë dhe i tha se ishte shumë vonë për të u tërhequr. Ai tha se Bekim tani ishte pjesë e diçkaje më të madhe dhe se nëse ai përpiqej të largohej, pasojat do të ishin katastrofike. Ai tha se kishte fotografi, kishte regjistrimi, kishte dëshmi që do ta lidhnin Bekimin me njerëz dhe ngjarje që do ta shkatërronin përgjithmonë. Dhe Bekim e kuptoi se ai ishte kapur përsëri. Ai kishte ikur nga një burg për të hyrë në një tjetër. Ai kishte kërkuar ndihmë nga një njeri që rezultoi të ishte edhe më i rrezikshëm se ata që ai po përpiqej të shmangej. Dhe tani ai nuk kishte asnjë rrugdalje. Por ka një moment kur një njeri vendos se ai nuk do të jetojë më në frikë. Ka një moment kur ai vendos se ai do të luftojë edhe nëse kjo do të thotë të humbas gjithçka. Dhe për Bekimin, ai moment erdhi në një mbrëmje të dimrit të vitit 1991, kur ai mori një vendim që do ta ndryshonte gjithçka. Ai vendosi se ai do të shkruante gjithçka.
Ai do të tregonte emrat, do të zbulonte lidhjet, do të ekspozonte të gjitha ata që kishin përdorur dhe shkatëruar. Ai do të shkruante një letër që do të ishte dëshmia e tij e fundit, testamenti i tij, hakmarrja e tij. Por a do të arrinte ai ta mbaronte atë letër? A do të kishte kohë ta tregonte të vërtetën? Apo forcat që ai po sfidonte do të vepronin më shpejt se ai? Në një apartament të vogël në lagjen e vjetër të Beogradit, jeton një grua që askush nuk e njeh më. Emri i saj është Milica, dhe ajo ishte sekretarja personale e Bekim Femiu për 15 vjet. Ajo e pa atë çdo ditë, e dëgjoi çdo telefonat, lexoi çdo letër që hyri dhe doli nga zyra e tij. Ajo ishte dëshmitarja e heshtur e jetës së tij, gruaja që dinte gjithçka, por që nuk foli kurrë, deri tani. Në moshën të 13 vjeçare, me duart e driduara nga artriti dhe zërin e tyrë nga vitet, ajo vendosi të thijë heshtjen. Ajo thot se ajo nuk mund të vdes me këtë sekret. Ajo thot se ajo i detyrohet Bekimit të vërtetën, dhe ajo tregon diçka që askush nuk e ka dëgjuar më parë. Ajo tregon se në vjetor të vitit 1991, Bekim e thiri në zyrë dhe i dha një zarf të vullosur. Ai tha se nëse diçka i ndodhte atij, ajo duhej ta hapte atë zarf dhe ta çonte tek një gazetar i caktuar. Ai tha se brenda kishte emra, data, dokumente që do të shpjegonin gjithçka. Milica e mori zarfin dhe premtoi se do ta bënte. Por një javë më vonë, kur Bekim u gjeti vdekur, ajo u friksua. Ajo e fsheu zarfin dhe nuk foli kurrë për të, deri tani. Sepse tani, ajo thot se ajo e ka ende atë zarf, dhe ajo është gati ta hap. Milica ulet në karrigen e saj të vjetër, me zarfin në duar, dhe fillon të tregoj. Ajo thot se Bekim nuk ishte i njëjti njeri në vitet e fundit. Ai ishte bërë paranojak, i friksuar, i izoluar. Ai nuk besonte askënd, as gruan e tij, as miqtë e tij, as kolegët e tij. Ai thoshte se ata të gjithë ishin pjesë e komplotit, se ata të gjithë po e spiononin, se ata të gjithë po presin momentin e duhur për ta shkatërruar. Dhe Milica mendonte se ai po humbte mendjen. Ajo mendonte se alkooli dhe depresioni e kishin çuar në një gjendje ku ai nuk mund të dallonte më realitetin nga imagjinata. Por pastaj filluan të ndodhin gjëra të çuditshme. Telefoni i zyrës filloi të binte në orë të çuditshme, dhe kur Milica përgjigjej, askush nuk fliste. Thjesht heshtje, dhe pastaj linja shkëputej. Letra filluan të vinin pa adresë kthimi, letra që përmbanin kërcënime të fshehura, mesazhe të koduara që Bekimi lexonte dhe pastaj digjte menjëherë. Njerëz të panjohur filluan të shfaqeshin jashtë ndërtesës, njerëz që qëndronin aty për orë të tëra, duke vëzguar, duke pritur. Dhe Milica filloi të kuptonte se ndoshta Bekim nuk ishte paranojak, ndoshta ai kishte të drejtë të kishte frikë. Një ditë, në nëntor të vitit 1991, Bekim erdhi në zyrë me një shprehje që Milica nuk e kishte parë kurrë më parë. Ai nuk ishte i trishtuar, nuk ishte i friksuar, ai ishte i vendosur. Ai tha Milicës se ai kishte marrë një vendim. Ai kishte vendosur se ai nuk do të jetonte më në frikë. Ai kishte vendosur se ai do të luftonte. Dhe ai filloi të punonte në diçka që ai e quajti dokumenti i fundit. Ai kallonte orë të tëra duke shkruar, duke rishikuar, duke korrigjuar. Ai nuk i tregoi Milicës se çfarë po shkruante, por ajo e dinte se ishte diçka e rëndësishme. Diçka që do të ndryshonte gjithçka. Por ndërsa Bekim po shkruante, forcat të tjera po lviznin. Në atë vil të fshehur në periferitë e Beogradit, Dragan po mbante një takim me njerëzit e tij. Ai kishte dëgjuar se Bekim po shkruante diçka, dhe ai nuk ishte i lumtur. Ai e dinte se nëse ajo që Bekim po shkruante dilte në dritë, do të kishte pasoja të mëdha. Emra do të zbuloheshin, lidhje do të ekspozoheshin, karriera do të shkatërroheshin. Dhe Dragan nuk mund ta lejonte këtë. Ai urdhëroi që Bekim të mbikëqyre 24 orë në ditë. Ai urdhëroi që çdo lvizje e tij të regjistrohej, çdo bisedë e tij të dëgjohej, çdo person që ai takonte të identifikohej. Dhe ai urdhëroi që nëse Bekim përpiqej të publikonte atë që ai po shkruante, ai duhej të ndallohej, me çdo mënyrë të nevojshme. Bekim e ndjeu presionin. Ai e ndjeu se ai po vëzhgohej, se ai po ndjekej, se ai po rrethohej. Por ai nuk u ndall. Ai vazhdoi të shkruante, vazhdoi të dokumentonte, vazhdoi të grumbullonte prova. Ai dinte se koha po i mbaronte, por ai ishte i vendosur ta mbaronte atë që ai kishte filluar. Dhe pastaj, në një mbrëmje të dhjetorit, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Bekim po kthehej në shtëpi nga zyra duke ecur nëpër rrugët e errta të Beogradit. Ishte vonë, dhe rrugët ishin pothuajse të zbrasta. Ai po mendonte për atë që ai kishte shkruar atë ditë, për emrat që ai kishte përmendur, për sekretet që ai kishte zbuluar. Dhe papritur, një makinë u ndall pranë tij. Dera u hap dhe një burr doli. Bekim e njohu atë burr. Ishte një nga njerëzit e Draganit. Burri nuk tha asgjë.
ai thjesht e shikoi Bekimin për një moment dhe pastaj i dha një zarf. Bekim e mori zarfin me duar të dridhuara dhe e hapi. Brenda kishte një fotografi. Ishte një fotografi e vajzës së tij, e bërë atë mëngjes, ndërsa ajo po shkonte në shkollë. Dhe në pjesën e pasme të fotografisë kishte një mesazh të shkruar me shkronja të mëdha. Ndalu ose pasoja do t'jenë për të. Bekim e shikoi fotografinë dhe për një moment ai nuk mund të merrte frymë. Ai ndjeu se gjithçka rreth tij po rrotulloi, se toka po hapej nën këmbët e tij. Ai e dinte se kjo nuk ishte një kërcënim bosh. Ai e dinte se këta njerëz ishin të aftë për gjithçka. Dhe ai e dinte se nëse ai vazhdonte, ai nuk do të ishte i vetmi që do të vuante. Ai u kthye në shtëpi atë natë dhe nuk foli me askënd. Ai hyri në studion e tij, mbili derën dhe u ul në errësirë. Ai mbajti atë fotografi në duar për orë të tëra, duke e shikuar, duke menduar, duke u përpjekur të vendoste se çfarë të bënte. Ai e dinte se nëse ai ndallonte, e vërteta nuk do të dilte kurrë. Ai e dinte se nëse ai heshte, ai do të vdiste si një rob, si një kukull, si një njeri që nuk ishte pasur kurrë kontrollin mbi jetën e tij. Por ai e dinte gjithashtu se nëse ai vazhdonte, ai do të vinte në rrezik jetën e personit që ai e donte më shumë se gjithçka në botë. Dhe në atë moment, Bekim Fehmiu kuptoi se ai kishte humbur. Ai kuptoi se ai nuk kishte asnjë zgjidhje të mirë, asnjë rrugdalje që nuk do të sillte dhimbje. Ai kuptoi se ai ishte kapur në një lojë që ai nuk mund ta fitonte, në një luftë që ai kishte humbur para se të fillonte. Por edhe në atë dëshpërim, edhe në atë errësirë, ai mori një vendim. Ai vendosi se ai do të shkruante një letër të fundit, një letër që do të shpjegonte gjithçka, që do të emëronte të gjithë, që do të tregonte të vërtetën. Por ai nuk do ta publikonte atë letër me njëherë. Ai do ta fshihte, do ta linte në një vend të sigurt, do ta besonte dikujt që ai shpresonte se do ta nxirrte në dritë kur koha të ishte e duhur. Dhe ai filloi të shkruante. Ai shkroi gjithë natën. Ai shkroi për Hollywood, për kontratat, për mashtrimin, ai shkroi për Draganin, për kërcënimet, për shantazhin. Ai shkroi për njerëzit që e kishin përdorur, për sistemin që e kishte shkatëruar, për ëndrrën që ishte vjedhur. Ai shkroi me lot në sy, me zemrim në zemër, me një ndjenjë të thellë të padrejtësisë. Dhe kur ai mbaroi, ai e vuri letrën në një zarf e vullosur dhe ja dha milicës. Por a ishte kjo e mjaftueshme? A do të mjaftonte një letër për të sjellë drejtësi? A do të mjaftonte një dëshmi për të rrëzuar një sistem të tërë të korrupsionit dhe kontrollit? Apo kjo letër do të fshihej ashtu siç ishin fshehur gjithçka tjetër? Në muajt që pasuan, Bekim u bë një hije vetvetes. Ai nuk shkruante më, nuk punonte më, nuk fliste më. Ai thjesht ekzistonte, duke pritur diçka që ai nuk e dinte se çfarë ishte. Ai pinte më shumë se kurrë, dhe shëndeti i tij po përkeqësohej me shpejtësi. Miqtë e tij u përpoqën ta ndihmonin, por ai i largoi të gjithë. Ai thoshte se ai donte të ishte vetëm, se ai nuk kishte nevojë për askënd. Por e vërteta ishte se ai kishte frikë. Ai kishte frikë se çdo person që afrohej tek ai ishte në rrezik. Ai kishte frikë se çdo bisedë që ai bënte po dëgjohej. Ai kishte frikë se çdo lëvizje që ai bënte po regjistrohej. Dhe ai kishte të drejtë, sepse në atë vil të fshehur, Dragan po dëgjonte çdo gjë. Ai kishte instaluar pajisje dëgjimi në shtëpinë e Bekimit, në zyrën e tij, madje edhe në makinën e tij. Ai dinte çdo fjalë që Bekim thoshte, çdo person që ai takonte, çdo plan që ai bënte. Dhe ai po priste momentin e duhur për të vepruar. Ai moment erdhi në janar të vitit 1992. Bekim kishte vendosur se ai nuk mund të jetonte më kështu. Ai kishte vendosur se ai duhet të bënte diçka, të ndryshonte diçka, të luftonte përsëri. Ai thiri një gazetar që ai e besonte, një njeri që ai mendonte se do ta ndihmonte ta tregonte historinë e tij. Ai I tha atij gazetari se ai kishte një histori që do të trondisnin Jugosllavinë, një histori që do të ekspozonte korrupsionin në nivelet më të larta të pushtetit. Ai I tha se kishte dokumente, kishte prova, kishte emra. Por ajo telefonatu përgjua, dhe Dragan e dinte se koha kishte ardhur. Ai thirri njerëzit e tij dhe u dha udhëzime të qarta. Bekim Fehmiu duhet të heshte përgjithmonë, dhe kjo duhet të dukej si një tragjedi personale, jo si një vrasje. Kjo duhet të dukej si një njeri I tjerë që kishte vendosur të largohej vetë nga jeta, jo si një dëshmitar që ishte heshtur me forcë. 3 ditë më vonë, trupi I Bekim Fehmiu u gjet në shtëpinë e tij. Verzioni zyrtar tha se ai kishte vendosur të largohej vetë nga jeta. Mjekët thanë se ai kishte vuajtur nga depresioni për vite, se ai kishte pasur probleme me alkoolin, se kjo ishte një tragjedi e pritshme. Policia e mbylli rastin shpejt, pa hetim të thellë, pa pyetje të vështira, dhe bota e pranoi këtë version. Bota besoi se Bekim Fehmiu, aktori I madh, Illi I Hollywoodit,
Kishte vdekur sepse ai nuk ishte mundur të përballonte dhimbjen e jetës së tij. Por ata që e njihnin, ata që e donin, ata që kishin qenë pranë tij në ato ditë të fundit, e dinin se kishte diçka që nuk ishte në rregull. Ata e dinin se Bekim kishte qenë i friksuar, por jo i dëshpëruar. Ata e dinin se ai kishte pasur plane, kishte pasur shpresë, kishte pasur një arsye për të jetuar. Ata e dinin se ai nuk do të largohej kurrë vetë nga jeta pa të luftuar deri në fund. Dhe tani, 30 vjet më vonë, milica po hapa të zarf që Bekimi dha. Ajo po lexon fjalët që ai shkroi në ato ditë të fundit. Ajo po sheh emrat që ai përmendi, datat që ai dokumentoi, sekretet që ai zbuloi. Dhe ajo po kupton se Bekim fëmiu nuk vdiq sepse ai ishte i dobët. Ai vdiq sepse ai ishte shumë i fortë. Ai vdiq sepse ai guxoi të fliste. Ai vdiq sepse ai refuzoi të ishte rob. Por çfarë thot ajo letër? Cilët janë emrat që Bekim përmendi? Cilat janë sekretet që ai zbuloi? Dhe pse kjo letër u fsheh për 30 vjet? Kush kishte interes që e vërteta të mos dilte kurrë? Dhe çfarë do të ndodh tani që ajo po del? Në një dhomë të vogël të spitalit ushtarak në Beograd, mjeku që ekzaminoi trupin e Bekim Fehmiu në atë mëngjes të janarit, ruante një sekret që ka ndjekur për 30 vjet. Ai quhej Dr. Aleksandar Petrović dhe ai ishte mjeku ligjor që nënshkroi certifikatën e vdekjes. Ai shkroi se shkaku ishte vetvrasje nga asfiksi dhe rasti u mbill. Por sot në moshën 75 vjeçare, me duar që dridhen nga Parkinsoni dhe me ndërgjegjen që nuk e lë të flej, ai thot se ai gënjeu. Ai thot se kur ai e pa trupin, ai pa gjëra që nuk përputheshin me versionin zyrtar. Ai pa shenja në qafë që nuk ishin të qëndrueshme me varje vetjake. Ai pa gërvishtje në duar që tregonin se Bekim kishte luftuar. Ai pa gjurmë të vogla të gjilpërës në qafë që sugjeronin se diçka i ishte injektuar. Por kur ai u përposhti raportonte këto gjetje, ai u thirr në një takim me një oficer të lartë të policisë. Ati oficeri nuk i interesonte e vërteta. Ati interesonte që rasti të mbyllej shpejt dhe pa zhurmë. Dhe ati mjeku ju tha shumë qartë. Nëse ai nuk nënshkruante certifikatën ashtu siç i tuhej, karriera e tij do të mbaronte, familja e tij do të vuante dhe ai vetë mund të gjendej në një situatë shumë të rrezikshme. Pra ai nënshkroi. Ai gënjeu. Dhe ai ka jetuar me atë gënjeshtër çdo ditë që nga ajo ditë. Por tani ai thot se ai nuk mund të vdes me këtë barë. Ai thot se ai ka kopje të fotografive që ai bëri atë ditë, fotografi që ai i fshehu dhe që askush nuk i pa kurrë, fotografi që tregojnë të vërtetën. A janë këto fotografi prova që ne kemi pritur? A tregojnë ato se Bekim Fehmiu nuk vdiq vetë, por u vra? Dr. Petrović ulet në tavolinë dhe nxjerr një zarf të verdhur nga një sirtar i mbyllur. Ai e hap me kujdes dhe brenda janë fotografi të zeza e të bardha, të fishkura nga koha, por ende të qarta. Ai shpërdan ato në tavolinë dhe çdo fotografi tregon një detaj që nuk u përmend kurrë në raportin zyrtar. Fotografia e parë tregon qafën e Bekimit dhe aty shihen 2 vija të kuqe, jo 1. Mjeku shpjegon se kur një person varet vetë, ka vetëm 1 vijë nga litari. Por kur dikush tjetër e varet, shpesh ka 2 vija, sepse viktima luftën dhe litari lëviz. Fotografia e dytë tregon duart e Bekimit dhe aty shihen gërvishtje të thella, gjurmë të gjakut nënthojnë, shenja që tregojnë se ai u përpoq të luftonte, të hiqte diçka nga qafa e tij. Por fotografia më tronditse është e treta. Ajo tregon një gjurmë të vogël në anën e djathtë të qafës, një pikë e kuqe që duket si një picim i insekti, por që mjeku thot se është diçka krejt ndryshe. Ai thot se kur ai e ekzaminoi atë gjurmë më nga afër, ai gjeti se ajo ishte një vrim e vogël nga një gjilpër. Ai mori një mostër gjaku nga ajo zonë dhe e testoi privatisht, pa ja thënë askujt. Dhe ai gjeti gjurmë të një substance që quhet suksametoniumi, një relaksant muskular që përdoret në operacione për të paralizuar trupin. Kjo substancë, kur injektohet në doza të larta, mund të paralizojë një person plotësisht, duke bërë të pamundur që ai të luftojë, por duke lënë të vetëdijshëm. Ai mund të shohë, mund të dëgjojë, mund të ndjejë gjithçka, por nuk mund të lëviz, nuk mund të bërtas, nuk mund të mbrohet. Mjeku thot se kur ai e kuptoi këtë, ai e kuptoi se Bekim Fehmiu nuk vdiq shpejt. Ai vdiq ngadalë, duke parë vrasit e tij, duke kuptuar se çfarë po i ndodhte, por duke qenë plotësisht i pafuqishëm për të bërë gjë. Kjo nuk ishte vetvrasje, kjo ishte ekzekutim. Kjo ishte një vrasje planifikuar me kujdes, e kryer nga profesionistë që e dinin se si ta bënin të dukej si diçka tjetër. Por pse? Pse dikush do të shkonte në këtë gjatësi për të vrarë një aktor? Çfarë e dinte Bekim që ishte aq e rrezikshme? Çfarë ishte në atë letër që ai shkroi? Dhe kush ishin njerëzit që kishin aq shumë për të humbur,
saqë ata ishin të gatshëm të vrisnin për të mbajtur heshtjen. Për të kuptuar këtë, ne duhet të kthehemi në ato ditë të fundit të jetës së Bekimit. Ne duhet të shikojmë se çfarë po ndodhte në Jugosllavi në atë kohë, se cilat forca po lviznin, se cilat plane po bëheshin. Sepse Bekim Femiu nuk ishte thjesht një aktor që po shkruante kujtimet e tij. Ai ishte një dëshmitar i një komploti që shkonte deri në majat më të larta të pushtetit. Ai ishte një njeri që kishte parë gjëra që nuk duhej të shihte, që kishte dëgjuar biseda që nuk duhej të dëgjonte, që kishte kuptuar lidhje që nuk duhej të kuptonte. Në vitet 1990 dhe 1991, Jugoslavia po shkatërohej. Tensionet etnike po shpërthënin në dun. Udhëheqësit politik po ncisnin urrejtjen dhe forcat e errta po përgatiteshin për luftë. Dhe në mes të gjithë këtij kaosi, kishte njerëz që po përfitonin. Kishte njerëz që po bënin pasuri nga kontrabanda e armëve, nga trafikimi i naftës, nga grabitja e pasurive shtetërore. Kishte një rrjet të tërë kriminalesh, politikanesh, oficerësh ushtarak dhe biznesmenësh që po punonin së bashku për të shfrytzuar shkatërimin e vendit. Dhe Bekim Femiu, nëpërmjet lidhjeve të tij me Draganin, kishte parë këtë rrjet në brenda. Ai kishte qenë në takime ku diskutoheshin plane për pastrim parash. Ai kishte dëgjuar biseda ku emërtoheshin politikanë të lartë që po merrnin rishfete. Ai kishte parë dokumente që tregonin se si parat po transferoheshin nga llogaritë shtetërore në llogaritë private. Dhe ai kishte filluar të kuptonte se ai nuk ishte thjesht një aktor që po kontrollohej për qëllime financiare. Ai ishte një mjet në një makinë shumë më të madhe, një makinë që po përgatitej për të bërë gjëra të tmeshme. Dhe kur ai vendosi të shkruante për këtë, kur ai vendosi të emërtonte emrat dhe të zbulonte lidhjet, ai nënshkroi dënimin e tij me vdekje. Sepse njerëzit që ai po ekspozonte nuk ishin thjesht kriminal të zakonshëm. Ata ishin njerëz me pushtet, me lidhje, me burime. Ata ishin njerëz që mund të urdhronin vrasje dhe të mos linin gjurmë. Ata ishin njerëz që mund të kontrollonin policinë, gjykatat, mediat. Ata ishin njerëz që mund të bënin që një vrasje të dukesive të vrasje dhe që askush të mos pyeste pyetje. Por Bekim nuk ishte i vetmi që e dinte këtë. Kishte të tjerë që kishin parë të njëjtat gjëra, që kishin kuptuar të njëjtat lidhje. Dhe disa prej tyre ishin zhdukur gjithashtu. Disa ishin gjetur të vdekur në rrethana të dushimta, disa thjesht kishin heshtur dhe kishin jetuar me frikë. Por Bekim kishte vendosur të mos hesht, dhe kjo ishte ajo që e bëri atë të rrezikshëm. Doktor Petrović thot se ai e di se duke folur tani, ai po vë veten në rrezik. Ai e di se ka njerëz që ende janë gjallë, që ende kanë pushtet, që ende nuk duan që e vërteta të dalë. Por ai thot se ai është i moshuar, se ai nuk ka shumë kohë të mbetur dhe se ai dëshiron të vdes me ndërgjegje të pastër. Ai thot se ai detyrohet Bekimit të vërtetën. Ai detyrohet familjes së tij të vërtetën. Ai detyrohet historisë të vërtetën. Por a do të jetë kjo e mjaftueshme? A do të mjaftojnë këto fotografi për të hapur përsëri rastin? A do të mjaftojnë këto dëshmi për të sjellë drejtësi pas 30 vitesh? Apo sistemi që e vrau Bekimin është ende aq i fuqishëm saqë ai mund të fshetë të vërtetën edhe një herë? Në arkivat e Shërbimit Sekret Jugoslav, të fshehura në një bunker nëntoksor që pak njerëz e dinë se ekziston, ruhen dosie që nuk duhet të shihen kurrë. Janë dosie me vull të kuqe, me shkronjën _quote_8_, me kode që vetëm oficerët më të lartë i kuptojnë. Dhe në një nga ato dosie, me numrin 3612, është emri Bekim Femiu. Kjo dosie përmban raporte nga vëzhgime që filluan në vitin 1978 dhe që vazhduan deri në ditën e fundit të jetës së tij. Çdo lëvizje e tij u regjistrua, çdo bisedë e tij u dëgjua, çdo person që ai takoi u identifikua. Dhe në fund të dosies, ka një raport i fundit i datës 28 janar 1992, i shkruar nga një oficer me kodin
kodin, 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 kodin. Një ish oficer i shërbimit sekret, që tani jeton në fshehtësi në një vend të Evropës perëndimore, ka rënë dakord të flasë për herë të parë. Ai nuk do të tregojë emrin e tij të vërtet, por ai thotë se ai ishte pjesë e operacionit që e vrau Bekim Fehmiu, dhe ai thotë se ai nuk mund të jetojë më me atë sekret. Ai thotë se koha ka ardhur që e vërteta të dalë, pavarësisht pasojave. Ky oficer, Që ne do ta quajmë thjesht UCUOTE24. Flet me zë të ullët, me sy që shmangin kamerën, me duar që dridhen çdo herë që ai përmend emrin e Bekimit. Ai thotë se ai nuk ishte ai që e vrau fizikisht Bekimin, por ai ishte pjesë e ekipit që e planifikoi dhe ekzekutoi operacionin. Ai thotë se urdhri erdhi nga shumë lart, nga njerëz që ai nuk mund t'i emërtoj sepse disa prej tyre janë ende gjallë dhe ende kanë pushtet. Por ai thotë se urdhri ishte i qartë. Bekim Fehmiu duhej të heshte, dhe kjo duhej të bëhej në një mënyrë që të mos linte dyshime. Burimi tregon se operacioni filloi me vëzhgim intensiv. Ata e dinin çdo gjë për Bekimin, ku shkonte, me kë fliste, çfarë shkruante. Ata kishin instaluar pajisje dëgjimi në shtëpinë e tij, në zyrën e tij, madje edhe në makinën e tij. Ata kishin infiltruar njerëz në rrethin e tij, njerëz që ai i besonte, njerëz që ai mendonte se ishin miq. Dekurata zbuluan se Bekim po shkruante një dokument që do të ekspozonte lidhjet midis krimit të organizuar dhe pushtetit politik. Ata e dinin se ata duhej të vepronin shpejt. Plani ishte i thjeshtë, por efektiv. Ata do ta vrisnin Bekimin në një mënyrë që të dukej si vetvrasje. Ata do të përdornin faktin se ai kishte probleme me alkoolin, se ai vuante nga depresioni, se ai kishte folur për vdekje më parë. Ata do ta bënin të dukej si një tragjedie e pritshme, si përfundimi i trisht i një jete të thyër. Dhe ata do të siguroheshin që të gjitha dokumentet që Bekim kishte shkruar do të zhduknin, që të gjitha provat do të fshieshin, që askush nuk do të dinte kurrë të vërtetën. Burimi thotë se në natën e 27 janarit 1982, një ekip prej 3 personash hyri në shtëpinë e Bekimit. Ata e dinin se Branka, gruaja e tij, nuk ishte aty. Ajo kishte shkuar të vizitonte një të afërm dhe kjo nuk ishte rastësi. Ajo ishte planifikuar. Burimi nuk thot nëse Branka e dinte për planin, por ai thot se koha e laxhimit të saj ishte shumë e përshtatshme për operacionin.
Bekim ishte vetëm në shtëpi duke punuar në studion e tij. Ai po shkruante, ashtu siç ai kishte bërë çdo natë për javë të tëra. Ai nuk e dëgjoi kur dera u hap, ai nuk e dëgjoi kur hapat u afruan. Ai e kuptoi vetëm kur ishte shumë vonë, kur ai ndjeu një dorë mbi shpatullën e tij dhe u kthye për të parë 3 burra me maska. Ai u përpoq të bërtas, por një dorë e mbulloi gojën e tij. Ai u përpoq të luftonte, por ata ishin shumë të fortë. Dhe pastaj ai ndjeu një picimi në qafë dhe trupi i tij filloi të bëhej i rëndë. Ai ndjeu se muskujt e tij po paralizoheshin, se ai po humbte kontrollin mbi trupin e tij. Ai mund të shihte, mund të dëgjonte, por nuk mund të lëvizte. Ai ishte i burgosur në trupin e tij, duke parë gjithçka që po ndodhte, por duke qenë plotësisht i pafuqishëm për të bërë gjë. Burimi thot se ata e morën bekimin dhe e çuan në një dhomë tjetër. Ata e varrën në një mënyrë që të dukej si vetvrasje. Dhe ndërsa ata e bënin këtë, bekimi ishte ende i gjallë, ende i vetëdijshëm. Ai po shihte vdekjen e tij duke ndodhur, por nuk mund të bënte asgjë për ta ndaluar. Ai po përjetonte tmerrin më të madh që një njeri mund të përjetojë. Të dish se po vdes, të dish se po të vrasin, por të jesh plotësisht i pafuqishëm për të luftuar. Burimi thot se kjo është ajo që ndjek atë çdo natë. Ai thot se ai mund të shohë ende sytë e bekimit, sytë që ishin plot me frikë, me dhimbje, me një lutje të heshtur për mëshirë. Por ata nuk treguan mëshirë. Ata e lanë atje, duke pritur që droga të bënte efektin e saj të plot, duke pritur që zemra e tij të ndalonte. Dhe kur ata ishin të sigurt se ai kishte vdekur, ata filluan të pastronin skenën. Ata morën të gjitha dokumentet që Bekim kishte shkruar. Ata morën kompjuterin e tij, shënimet e tij, çdo gjë që mund të përmbanin prova. Ata e fshin gjurmët e tyre, i larguan pajiset e dëgjimit, i siguruan që asgjë mos mbetej që mund t'i lidhte me vendin e krimit. Dhe pastaj ata u larguan, duke e lënë Bekimin të varur atje, duke e lënë që të gjendej në mëngjes nga gruaja e tij që po kthehej në shtëpi. Por ata bën një gabim. Ata nuk e dinin se Bekim kishte dhënë një kopje të dokumenteve të tij tek Milica, sekretarja e tij. Ata nuk e dinin se ai kishte shkruar një letër të fundit dhe ja kishte besuar asaj. Ata mendonin se ata kishin siguruar gjithçka, por ata kishin lënë një gjurmë, dhe ajo gjurmë tani po del në dritë. Burimi thot se ai nuk e di se çfarë përmban ajo letër, por ai e di se ajo është e rrezikshme. Ai e di se nëse ajo del në dritë, ajo do të ekspozojë jo vetëm vrasjen e Bekimit, por edhe rrjetin e tërë të korrupsionit dhe krimit që bëri ato vrasje të nevojshme. Ai e di se ka njerëz që do të bëjnë gjithçka për ta ndaluar atë letër nga publikimi, dhe ai e di se Milica, gruaja e vjetër që mban atë letër, është tani në rrezik. Por Milica nuk ka frikë më. Ajo thot se ajo ka jetuar me këtë sekret për 30 vjet, dhe ajo nuk do të vdes me të. Ajo thot se ajo do ta hapë atë zarf, do ta lexojë atë letër dhe do ta tregojë botës se çfarë shkroi Bekim Fehmiu në ato ditë të fundit. Ajo thot se ajo i detyrohet atij këtë. Ajo i detyrohet të vërtetës këtë. Dhe ndërsa ajo ulet për ta hapur zarfin, ndërsa duart e saj të driduara fillojnë të shqejnë vullën, ne të gjithë presim. Ne presim të dëgjojmë fjalët që Bekim shkroi me gjakun e tij. Ne presim të mësojmë emrat që ai përmendi. Ne presim të kuptojmë se pse ai u vra, kush e vrau, dhe çfarë sekreti ishte aq i rrezikshëm saqë ai duhej të heshte përgjithmonë. Por a jemi ne gati për të vërtetën? A jemi ne gati të përballemi me faktin se një nga heronjtë tan kombëtar nuk vdiq nga dëshpërimi, por u vra nga njerëz që ne mund t'i njohim, që mund të jenë ende në pushtet, që mund të jenë ende midis nesh? A jemi ne gati të pranojmë se sistemi që ne jetuam nëntë ishte aq i korruptuar, aq i errët, aq i pamëshirshëm, saqë ai vriste artistët e tij për të mbajtur sekretet e tij? Milica hap zarfin me duar që dridhen aq shumë saqë ajo duhet ta mbajë me të dyja duart. Brenda ka disa faqe të pallosuara, të shkruara me shkrim dore, me bojë të zezë që në disa vende është njollosur nga ajo që duket si loti. Ajo i shpërndan faqet në tavolinë dhe fillon të lexojë me zë të lartë, me zë që thyet nga emocionet, me zë që bart peshën e 30 viteve heshtje. Letra fion kështu. Nëse po lexoni këtë, do të thotë se unë nuk jam më gjallë. Do të thotë se ata më kanë gjetur, se ata më kanë heshtur, se ata kanë fituar. Por unë nuk do të vdes pa u përpjekur të tregoj të vërtetën. Unë nuk do të vdes pa emëruar ata që më shkatërruan, që më përdorën, që më ktyen nga një artist i lirë në një rob të friksuar. Kjo letër është dëshmia ime e fundit. Kjo letër është hakmarrja ime. Kjo letër është e vërteta që ata nuk duan që ju ta dini. Dhe pastaj Bekim fillon të tregoj. Ai fillon me Hollywood, me atë kontratë që ai nënshkroi në vitin 1967. Ai shkruan se ai nuk e kuptoi në atë kohë se çfarë po nënshkruante. Ai shkruan se ai u verbua nga ëndra, nga ambicia, nga dëshira për të qenë diçka më shumë, por ai shkruan se ajo kontratë nuk ishte thjesht një marrëveshje profesionale.
Ajo ishte një dokument që jepte kontrollin e plot të karrierës së tij, të parave të tij, të jetës së tij, tek një grup njerëzish që ai e emërton. Ai shkruan emrin e atij burri me kostum të shtrenjtë që e takoi në atë hotel në Beograd. Ai shkruan se ai burr quhej Markus Reinhardt, dhe se ai nuk ishte thjesht një producent. Ai ishte një ndërmjetës që punonte për një rrjet ndërkombëtar që kontrollonte jo vetëm industrinë e filmit, por edhe tregjet e armëve, të drogës, të parave të pista. Ai shkruan se ky rrjet kishte lidhje me shërbime sekrete, me qeveri, me organizata kriminale në të gjithë botën. Dhe ai shkruan se ai u bë pjesë e këtij rrjeti pa e ditur, se ai u përdor për të pastruar para, për të legjitimuar biznese të pista, për të krijuar një fytyrë të pastër për operacionet e errta. Por pjesa më tronditëse e letrës vjen kur Bekim fillon të shkruajë për Jugosllavinë. Ai shkruan se kur ai u kthye në Beograd në vitet 70, ai mendonte se ai po ikte nga rrjeti që e kishte kapur në Hollywood. Por ai shkruan se ai zbuloi se ai rrjet kishte tentakuj edhe këtu. Ai shkruan se ai u fut në kontakt me Dragan dhe se ai fillimisht mendonte se Dragan ishte një biznesmen lokal. Por ai shkruan se ai më vonë zbuloi se Dragan ishte pjesë e të njëjtit rrjet, se ai ishte lidhja midis krimit organizuar jugosllav dhe atij rrjeti ndërkombëtar. Ai shkruan se Dragan e përdori atë për të krijuar lidhje me politikanë të lartë jugoslav. Ai shkruan se ai u detyrua të merrte pjesë në takime ku diskutoheshin plane për kontrabandë armësh, për trafik droge, për pastrim parash. Ai shkruan se ai dëgjoi biseda ku emërtoheshin ministra, general, drejtor të kompanive shtetërore që po merrnin rishfete, që po vjedhin nga shteti, që po përgatiteshin për luftën që do të vinte. Dhe pastaj Bekim shkruan diçka që ndryshon gjithçka. Ai shkruan se në nëntor të vitit 1991, ai mori pjesë në një takim në atë vilë të fshehur ku Dragan e thiri. Në atë takim ishin të pranishëm njerëz që ai e emërton: një general i ushtrisë jugoslave, një ministër i qeverisë serbe, një biznesmen që kontrollonte importin e naftës dhe Markus Reinhardt, burri nga Hollywood që kishte kontrolluar gjithë jetën e tij. Bekim shkruan se në atë takim u diskutua një plan për të krijuar një krizë që do të justifikonte ndërhyrjen ushtarake në Kroaci dhe në Bosnjë. Ai shkruan se u diskutua se si do të organizoheshin provokime, se si do të nxitej urrëtia etnike, se si do të përdoreshin mediat për të manipuluar opinionin publik. Ai shkruan se u diskutua se si do të përfitonin financiarisht nga lufta që po vinte, se si do të kontrollonin tregjet e armëve, të naftës, të ndihmave humanitare. Ai shkruan se ai u ul në atë takim dhe dëgjoi këta njerëz duke planifikuar një luftë që do të vriste mijëra njerëz, që do të shkatëronte një vend të tërë, që do të linte plag që nuk do të shërohen kurrë. Dhe ai shkruan se ai e kuptoi se ai nuk mund të heshte më. Ai e kuptoi se ai duhej të fliste, pavarësisht pasojave. Por ai shkruan gjithashtu se ai e dinte se duke folur, ai po nënshkruante dënimin e tij me vdekje. Ai shkruan se ai e dinte se këta njerëz nuk do ta lejonin atë të jetonte nëse ai ekspozonte planin e tyre. Ai shkruan se ai e dinte se ata do ta vrisnin dhe se ata do ta bënin të dukej si vetvrasje. Ai shkruan se ai e dinte se askush nuk do ta besonte të vërtetën, se të gjithë do të mendonin se ai thjesht ishte një aktor i tyer që nuk ishte mundur të përballonte dështimin e tij. Por ai shkruan se ai nuk kishte zgjedhje. Ai shkruan se ai nuk mund të jetonte duke ditur se ai kishte qenë pjesë e një komploti që do të silte aq shumë vuajtje. Ai shkruan se ai duhej të përpiqej të ndalonte ato që po vinte, edhe nëse kjo do të thoshte të sakrifikonte jetën e tij. Dhe në fund të letrës, Bekim shkruan një lutje. Ai shkruan: "Nëse po lexoni këtë, ju lutem mos e lini këtë të fshihet përsëri. Ju lutem mos lejoni që vdekja ime të ketë qenë e kotë. Ju lutem tregojini botës se çfarë ndodhi. Kush ishin këta njerëz, çfarë planifikuan ata? Ju lutem mos lejoni që ata të fitojnë. Ju lutem jepni drejtësi për mua, për të gjithë ata që vdiqën në luftën që ata krijuan, për të gjithë ata që ende vuajnë nga pasojat e asaj lufte. Ju lutem mos më harroni. Ju lutem mos e harroni të vërtetën." Milica mbaron se lecuari dhe ulet në heshtje. Lotët rrjedhin në fytyrën e saj dhe duart e saj dridhen ndërsa ajo mban ato faqe. Ajo e di se ajo sapo lexoi diçka që mund ta vë atë në rrezik. Ajo e di se ka njerëz që do të bëjnë gjithçka për të ndaluar këtë letër nga publikimi, por ajo e di gjithashtu se ajo nuk mund të hesht më. Ajo e di se ajo i detyrohet bekimit të vërtetën. Por çfarë do të ndodhë tani? A do të hetohet kjo letër? A do të merren masa kundër atyre që emërtohen në atë? A do të hapet përsëri rasti i vdekjes së Bekim Fehmiu? Apo sistemi që e vrau atë është ende aq i fuqishëm saqë ai mund të fshetë të vërtetën edhe një herë? Dhe çfarë për ne, për publikun që po dëgjon këtë histori? Çfarë duhet të bëjmë me këtë informacion? A duhet të kërkojmë drejtësi?
A duhet të kërkojmë që emrat që bekim përmendi të hetohen? A duhet të kërkojmë që e vërteta të dalë plotësisht në dritë? Apo a duhet të pranojmë se ka të vërteta që janë shumë të rrezikshme për t'u ditur, se ka sekrete që është më mirë të mbeten të fshehura, se ka luftra që nuk mund të fitohen? Në një arkiv privat në Zürich, të fshehur në një bankë që specializohet në ruajtjen e dokumenteve konfidenciale, ruhet një dosie që Markus Reinhardt la pas kur ai vdiq në vitin 2015. Kjo dosie nuk u hap kur gjatë jetës së tij, sepse ai kishte lënë udhëzime strikte që ajo të hapej vetëm pas vdekjes së tij dhe vetëm nëse trashëgimtarët e tij lejonin. Por tani vajza e tij, një grua 60 vjeçare që jeton në Zvicër, veç që nuk kishte asnjë lidhje me biznesin e babait të saj, ka vendosur ta hapë atë dosie. Ajo thotë se ajo gjeti disa letra të vjetra në shtëpinë e babait të saj, letra që përmendin emrin e Bekim Fehmiu, dhe ajo filloi të kërkonte. Ajo filloi të pyeste pyetje. Dhe ajo zbuloi se babai i saj kishte qenë pjesë e diçkaje shumë më të errët se ajo kishte imagjinuar ndonjëherë. Kur ajo e hapi dosien, ajo gjeti kontrata, letra bankare, fotografi dhe një ditar personal ku Markus Reinhardt kishte shkruar për operacionet e tij. Dhe në atë ditar ka një hyrje të datës 10 janar 1992, vetëm 2 javë para vdekjes së Bekimit. Në atë hyrje, Markus shkruan: "A është kjo prova finale që ne kemi pritur? A është kjo dëshmia që lidh drejt për drejt Markus Reinhardt me vrasjen e Bekim Fehmiu?" Vajza e Markus Reinhardt, që ne do ta quajmë Eva për të mbrojtur identitetin e saj, ulet përballë kamerës me atë ditar në duar. Ajo duket e shkatëruar, e lodhur, e rënduar nga pesha e asaj që ajo ka zbuluar. Ajo thot se ajo nuk e njihte babain e saj si një kriminal. Ajo e njihte atë si një biznesmen të suksesshëm, si një burr që u dotonte shumë, që kishte lidhje në të gjithë botën, që jetonte një jetë luksoze. Por ajo thot se ajo kur nuk pyeti se nga vinin parat, se çfarë bënte ai vërtet, se me kë punonte ai. Tani, duke lexuar atë ditar, ajo po kupton se babai i saj ishte pjesë e një rjeti që kontrollonte jo vetëm industrinë e filmit, por edhe tregtinë e armëve, pastrimin e parave, madje edhe planifikimin e luftrave. Ajo po kupton se babai i saj kishte gjak në duar, se ai kishte urdhëruar vrasje, se ai kishte shkatëruar jetë për të mbrojtur interesat e tij financiare. Eva thot se ajo vendosi ta publikojë këtë ditar, sepse ajo beson se e vërteta duhet të dalë, pavarësisht se sa e dhimbshme është ajo. Ajo thot se ajo nuk mund të jetojë duke ditur se babai i saj vrau një artist të pafajshëm, një njeri që thjesht donte të tregonte të vërtetën. Ajo thot se ajo i detyrohet Bekim Fehmiu këtë. Ajo i detyrohet të gjithë viktimave të babait të saj këtë. Por publikimi i këtij ditari nuk është pa pasoja. Brenda një jave pas publikimit, Eva fillon të marrë kërcënime, telefona anonime në mes të natës, letra pa nënshkrim që i thonë se ajo duhet të heshtë. Njerëz të panjohur që shfaqen jashtë shtëpisë së saj. Ajo raporton këto kërcënime tek policia zvicerane, por policia i thotë se ata nuk mund të bëjnë shumë pa prova konkrete. Eva e kupton se ajo po përballet me të njëjtat forca që vran Bekim Fehmiu. Ajo e kupton se ka njerëz që ende janë gjallë, që ende kanë pushtet, që ende nuk duan që e vërteta të dalë plotësisht. Por ajo vendos të mos tërhiqet. Ajo vendos të vazhdoj të flasë, të vazhdoj të publikoj, të vazhdoj të kërkoj drejtësi. Dhe ndërsa historia e saj përhapet në media, ndërsa emri i Bekim Fehmiu përsëri fillon të dëgjohet, diçka e papritur ndodh. Njerëz të tjerë fillojnë të dalin përpara. Njerëz që kishin qenë të heshtur për dekada fillojnë të flasin. Një ish oficer tjetër i shërbimit sekret konfirmon historinë e _quote_18_. Një ish asistenti Dragan tregon për takimet që ai organizonte. Një ish gazetar tregon se si ai u presionua të mos hetonte vdekjen e Bekimit. Një nga dëshmitë më tronditse vjen nga një grua që quhej Jelena, që kishte qenë shoqja e ngushtë e Brankës, grua së Bekimit. Jelena thot se Branka i kishte rrëfyer asaj diçka që ajo nuk kishte guxuar ta tregonte kurrë më parë. Ajo thot se Branka e dinte se Bekimi ishte në rrezik. Ajo e dinte se kishte njerëz që donin ta heshnin, por ajo nuk bëri asgjë për ta mbrojtur. Madje Jelena thot se Branka mund të ketë qenë pjesë e komplotit. Jelena tregon se në ditët para vdekjes së Bekimit, Branka kishte vepruar në mënyrë të çuditshme. Ajo kishte qenë e tensionuar, e shqetësuar, por jo e trishtuar. Ajo kishte bërë plane për të shkuar të vizitonte një të afërm, por ajo nuk kishte folur për këtë plan me Bekimin deri në minutën e fundit. Dhe kur ajo u largua nga shtëpia atë natë, ajo e la Bekimin plotësisht vetëm, diçka që ajo nuk kishte bërë kurrë më parë.
Jelena thot se pas vdekjes së Bekimit, Branka nuk u shkatërua ashtu siç do të pritej nga një grua që sapo kishte humbur burrin. Ajo ishte e trishtuar, po, por ajo gjithashtu ishte e kontrolluar, e qetë, pothuajse e lehtësuar. Dhe brenda disa muajve, Branka u largua nga Beogradi dhe shkoi të jetonte në Austri, ku ajo bleu një apartament të shtrenjtë në Vjenë. Jelena pyet: Nga i mori ato para? Si mund të përballonte ajo një jetë kaq luksoze kur Bekim kishte lënë vetëm borxh? Kjo dëshmi e re hedh një dritë të re mbi rolin e Brankës. A ishte ajo thjesht një grua e pafajshme që nuk e dinte se çfarë po ndodhte? Apo ishte ajo një bashkëpunëtore e atyre që vran Bekimin? A e tradhtoi ajo burrin e saj përpara? A e la ajo atë vetëm atë natë duke ditur se çfarë do të ndodhte? Këto pyetje mbeten pa përgjigje, sepse Branka vdiq në vitin 2008 dhe ajo nuk foli kur publikisht për vdekjen e Bekimit. Por dyshimet mbeten, dhe ato shtojnë një shtresë tjetër tragjike në këtë histori, sepse nëse Branka ishte pjesë e komplotit, kjo do të thoshte se Bekim u tradhtua jo vetëm nga sistemi, jo vetëm nga njerëzit që ai mendonte se ishin miqtë e tij, por edhe nga gruaja që flinte pranë tij çdo natë. Në Beograd, në një zysh të vogël të prokurorisë për krime të rënda, një prokuror i ri që quhet Nikola Jovanović ka vendosur të rihap rastin e Bekim Fehmiu. Ai ka lehtësuar të gjitha dëshmitë e reja që kanë dalë, ai ka parë fotografitë që doktor Petrović ruajti. Ai ka lehtësuar ditarin e Markus Reinhardt. Ai ka dëgjuar dëshminë e undercore, quote, undercore, 11 undercore, dhe ai ka vendosur se ka mjaftueshëm prova për të filluar një hetim të ri. Por Nikola e di se ai po hyn në një luftë që është shumë më e madhe se ai. Ai e di se ka forca të fuqishme që nuk duan që ky rast të rihapet. Ai e di se ka njerëz që ende janë në pozicione të larta, që ende kanë lidhje, që ende mund të ndikojnë në drejtësi. Por ai vendos të vazhdoj sepse ai beson se drejtësia nuk ka afat skadimi. Nikola fillon të grumbulloj prova. Ai fillon të intervistoj dëshmitar. Ai fillon të kërkoj dokumente që ishin fshehur për 30 vjet. Dhe ai fillon të ndërtoj një rast që nëse suksesshëm do të trondit jo vetëm Serbin, por të gjithë rajonin. Por ndërsa ai punon, ai fillon të ndjej presion. E proret e tij i thon se ai po humb kohë, se rasti është shumë i vjetër, se nuk ka mundësi për të gjetur drejtësi pas aq kohësh. Kolegët e tij i thon se ai po rrezikon karrierën e tij, se ai po bën armiqë të fuqishëm, se ai duhet të lërë të kalluarën të qetë. Por Nikola nuk ndalet. Ai vazhdon të hetoj, vazhdon të kërkoj, vazhdon të luftoj. Dhe ngadalë, ai fillon të zbulojë një rrjet që është edhe më i gjerë se ai kishte imagjinuar. Ai zbulon se vrasja e Bekim Fehmiu nuk ishte një incident i izoluar. Ai zbulon se kishte të tjerë që ishin heshtur në të njëjtën mënyrë, artist, gazetar, aktivist që kishin guxuar të flasin kundër sistemit dhe që kishin paguar me jetën e tyre. Ai zbulon se rrjeti që vrau Bekimin ishte pjesë e një strukture që kishte lidhje me luftërat e viteve 90, me krimet e luftës, me pastrimin e parave që vazhdoi edhe pas luftës. Ai zbulon se disa nga njerëzit që Bekim përmendi në letrën e tij ende janë gjallë, ende janë në pozicionet pushtetit, ende po përfitojnë nga krimet që ata kryen dekada më parë. Dhe ai vendos se ai nuk do të ndalojë derisa të gjithë ata të silen para drejtësisë. Ai vendos se ai do të luftojë për Bekim Fehmiu, për të gjithë viktimat e tjera, për të vërtetën që u fsheh për aq kohë. Por a do të ketë ai sukses? A do të jetë sistemi i gatshëm të përballojë të kalluarën e tij? A do të jenë njerëzit e gatshëm të pranojnë se heronjtë e tyre kombëtar nuk vdiqen nga dëshpërimi, por u vran nga shteti që supozoi t'i mbrojë? Sot, 32 vjet pas vdekjes së Bekim Fehmiu, emri i tij po dëgjohet përsëri. Historiat po shkruhen, dokumentarët po bëhen, njerëzit po flasin, dhe e vërteta ngadalë por me siguri po del në dritë. Por çfarë ndodhi me ata që e vran? Çfarë ndodhi me Draganin, me Markus Reinhardt, me të gjithë ata që ishin pjesë e komplotit? Markus Reinhardt vdiq në vitin 2015 në moshën 83 vjeçare në shtëpinë e tij luksoze në Çiri. Ai vdiq i pasur, i respektuar, i rrethuar nga familja e tij. Ai nuk u akuzua kurrë për asnjë krim. Ai nuk u hetua kurrë për vrasjen e Bekim Fehmiu. Ai jetoi një jetë të plotë dhe vdiq në paqe, pa u përballur kurrë me pasojat e veprimeve të tij. Dragan zhduku në vitin 1994 në fillim të luftrave në Bosnjë. Disa tonë se ai u vran nga rivalët e tij në botën e krimit. Të tjerë tonë se ai ndroi identitet dhe jeton diku në Amerikën e Jugut. Askush nuk e di me siguri. Por ajo që është e sigurt është se ai nuk u përball kurrë me drejtësim për vrasjen e Bekim Fehmiu. Branka, gruaja e Bekimit, vdiq në vitin 2008 në Vjenë. Ajo jetoi një jetë të qetë, të izoluar, pa folur kurrë publikisht për burrin e saj.
Ajo u varos në një varres të vogël në Austri, lart nga Beogradi, lart nga vendi ku Bekim pushoi. Dhe Bekim fëmiu? Ai u varos në Beograd në një ceremoni që tërhoqi mijëra njerëz. Njerëz që e donin, që e admiruan, që qanë për të. Por shumica e tyre nuk e dinin të vërtetën. Shumica e tyre besonin se ai kishte zgjedhur të largohej vetë nga jeta. Shumica e tyre nuk e dinin se ai ishte vrarë, se ai ishte heshtur, se ai ishte sakrifikuar për të mbrojtur sekretet e të tjerëve. Por tani, 32 vjet më vonë, e vërteta po del. Dhe pyetja është, çfarë do të bëjmë me këtë të vërtetë? A do të kërkojmë drejtësi? A do të kërkojmë që ata që ende janë gjallë, që ende kanë pushtet, që ende përfitojnë nga krimet e tyre, të sillen para gjykatës? A do të kërkojmë që emri i Bekim Fehmiu të pastrohet, që historia e tij të rishkruhet, që ai të kujtohet jo si një njeri i tyër që u dorëzua, por si një hero që luftoi deri në fund? Apo a do të vazhdojmë të heshtim? A do të vazhdojmë të pranojmë versionin zyrtar? A do të vazhdojmë të jetojmë me gënjeshtrën, sepse e vërteta është shumë e vimshme, shumë e vështirë, shumë e rrezikshme? Bekim Fehmiu nuk mund të flasë më, ai nuk mund të luftojë më, ai nuk mund të kërkojë drejtësi më. Por ne mundemi. Ne mund të flasim për të, ne mund të luftojmë për të, ne mund të kërkojmë drejtësi në emrin e tij. Vendoshta, nëse ne e bëjmë këtë, nëse ne nuk e harrojmë, nëse ne nuk e lejojmë që historia e tij të fshihet përsëri, ndoshta vdekja e tij nuk do të ketë qenë e kotë. Ndoshta sakrifica e tij do të ketë pasur kuptim. Ndoshta e vërteta që ai u përpoq të tregonte do të dëgjohet më në fund. Sepse kjo është ajo që Bekim kërkoi në letrën e tij të fundit. Ai kërkoi që ne të mos e harrojmë. Ai kërkoi që ne të mos e lejojmë që e vërteta të fshihet. Ai kërkoi që ne të luftojmë për drejtësi edhe kur duket e pamundur. Dhe ne i detyrohemi atij këtë. Ne i detyrohemi të gjithë atyre që vdiqën duke u përpjekur të flasin. Ne i detyrohemi vetes son, sepse nëse ne nuk kërkojmë drejtësi për të kaluarën, si mund të shpresojmë për drejtësi në të ardhmen? Historia e Bekim Fehmiu nuk është thjesht historia e një aktori që dështoi. Nuk është thjesht historia e një njeriu që u thyje nga jeta. Është historia e një sistemi që shkatërroi artistët e tij për të mbrojtur sekretet e tij. Është historia e një tradhtie që shkoi deri në majat më të larta të pushtetit. Është historia e një vrasje që u maskua si tragjedi personale. Por më e rëndësishmja është historia e një njeriu që guxoi të flasë, që guxoi të luftojë, që guxoi të refuzojë të jetojë si rob. Dhe për këtë, ai pagoi me jetën e tij. Por a do ta lejojmë që sakrifica e tij të ketë qenë e kotë? A do ta lejojmë që e vërteta që ai u përpoq të tregonte të fshihet përsëri? A do ta lejojmë që emri i tij të harrohet, që historia e tij të shtrembrohet, që drejtësia të mos bëhet kurrë? Apo a do të qëndrojmë dhe do të themi, jo më, mjaft me heshtjen, mjaft me gënjeshtrën, mjaft me frikën. Koha ka ardhur që e vërteta të dalë. Koha ka ardhur që drejtësia të bëhet. Koha ka ardhur që Bekim Fehmiu të kujtohet ashtu siç ai meriton të kujtohet, si një artist i madh, si një njeri i guximshëm, si një hero që luftoi deri në fund. Miqtë e mi, çfarë mendoni ju për Bekim Fehmiu? A ishte ai viktimë e një sistemi të pamëshirshëm që e përdori dhe pastaj e hodhi? Apo a kishte ai gjithashtu përgjegjësi për zgjedhjet që bëri, për kontratat që nënshkroi, për njerëzit që besoi? A mendoni se e vërteta që po del tani do të sjellë drejtësi, apo është shumë vonë, shumë e vështirë, shumë e rrezikshme? A e kujtoni ju Bekim Fehmiu në qytetin tuaj, në familjen tuaj, në zemrën tuaj? A flitet ende për të, apo është harruar, zhdukur në kujtesa kolektive? Shkruani mendimet tuaja në komente. Na tregoni nëse ju ose familja juaj e njihnit Bekimin. Na tregoni nëse ju besoni se ai meritonte një fat më të mirë. Na tregoni nëse ju mendoni se ne duhet të vazhdojmë të kërkojmë drejtësi edhe pas 32 vitesh. Dhe nëse ju mendoni se kjo histori meriton të dëgjohet, nëse ju mendoni se e vërteta meriton të dalë, atëherë shtypni butonin e pëlqimit dhe abonohuni në kanalin ton, sepse ne do të vazhdojmë të tregojmë histori si kjo. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë të vërtetën. Ne do të vazhdojmë të luftojmë për drejtësi, sepse ne i detyrohemi Bekim Fehmiu këtë. Ne i detyrohemi të gjithë atyre që vdiqën duke u përpjekur të flasin. Ne i detyrohemi vetes son. Faleminderit që na dëgjuat, faleminderit që nuk e harroni. Faleminderit që vazhdoni të besoni se e vërteta, pavarësisht se sa vonë vjen, gjithmonë meriton të dëgjohet.